Përshëndetje mikeshat e mia, kudo që të jeni, ju uroj në të arua më të mirën. Këtu jemi me një parashikim të përgjithshëm çfarë do na silli muaji qershor. Muaji qershor, me sa shikoj këtu, është shumë pozitiv, të katërta javët, jemi për të katërta javët në këtë moment. Shikoj që muaji qershor do sill shumë begati dhe shumë energji pozitive, por shikoj që disa nga ju do të ndryshojnë dhe jetën e tyre. Do kemi rikthime në muajin qershor dhe shikoj që në këto rikthime që mund të keni do vendosni se çfarë do bëni në jetën tuaj, o do qëndroni me atë person ose do të jepni fund njëri për gjithmonë dhe të ecni përpara. Me sa shikoj disa nga ju në muajin qershor do gjejnë çelësin e jetës, por më saktë do vazhdojmë me parashikimin më të hollësishëm dhe të shohim se çfarë do të keni në këtë parashikim. Me sa shikoj këtu, shikoj që gjërat në jetën tuaj do të ndryshojnë, do të sjellin gjëra të bukura. Dhe shikojmë që tani tutje kemi shumë gjëra pozitive, që do të gjejmë forcën, do të gjejmë fuqinë e vetes tonë, por mbi të gjitha të gjejmë edhe atë që ne na kërkohet. Vazhdojmë me javën e parë të muajit qershor. Parashikimi është i përgjithshëm vajza, nuk është personal, mos i merrni gjërat personale. Çdo gjë këtu është të ndihmojmë njëri tjetrin nga ana psikologjike, të japim pak energji pozitive dhe të japim pak kurajo për ditët që po kalojnë në ditë të vështira të jetës së tyre, por gjithashtu do t'u japim dhe pak t'u japim pak atë energjinë me atë shkopin magjik që ti të bëhesh mirë nga ana psikologjike, sepse ka dhe gjëra të bukura jeta, nuk ka vetëm lot apo mërzi. Vazhdojmë me letrën e parë që kemi 9 kupat. Letra e parë në javën e parë, shikoj që është një moment shumë i bukur, muaji qershor është një moment i bollokshëm dhe ju jeni duke tërhequr energji pozitive nga ana shpirtërore. Shikoj që diçka do të bëhet realitet, është një dëshirë shumë e bukur, me sa shikoj këtu, dhe këtë moment ti e ke lënë atë veten tënde të lirshme dhe je duke menduar për pushimet e tua të ardhshme në muajt në vazhdim. Shikoj që disa nga ju e kanë lënë veten e tyre pak më njëherë në kohë më parë dhe tani është duke mbledhur ato copëzat e vogla të vetes ti dhe është duke lënë atë zemrën të mbushet me dashuri, por prapse ka atë frikën e brendshme se çfarë do t'i ndodhë me atë person. Shikoj që javën e parë të qershorit do kemi njohje të reja, shikoj që rruga juaj është e hapur, kemi diçka shumë të bukur, por dua të them që ju duhet të jeni lozonjar. Është një mashkull në javën e parë të qershorit që është shumë lozonjar, ai kërkon të njihet me ty, kërkon të shijojë gjërat me ty dhe të vendosë diçka në jetën tënde gjithmonë nga ana shpirtërore. Javë e parë, shikojmë që kemi nisur me diçka shumë të bukur. Shikojmë që me 9 kupat dhe me asin e me faqen e kupës, po më tregojnë që ju jeni duke u argëtuar këtë moment dhe duhet të lëvizni për të ndihmuar veten tuaj në rreth të parë, pastaj të tjerët. Shikoj me hënën e re, duhet të përparoni pak. Shikoj që gaforja këtë moment sikur ka ngecur. Energjia e gaforis do me thënë sikur na ka ngecur dhe kjo hënë e plotën më tregon që mund të jetë edhe në gafore në ditët e vazhdim, ose mund të kemi ascendentin në gafore ose energjia e gafores që është kaq e theksuar këtë moment, më tregon që duhet të bëni kujdes nga personat që manipulohen, sepse ti je shumë e angazhuar në punët e tua, në gjërat e tua, por të mungon ajo forca e përparimit apo të ecësh përpara. Ke bërë disa gjëra të gabuara në të kaluarën dhe këtë moment je duke u zvaritur për të ecur përpara, por nuk i zbaton planet e tua. Je gjithmonë duke eksploruar me njerëz të ndryshëm dhe i lë njerëzit e tjerë të ndikojnë nga energjitë e tyre. Këtë moment shikoj që ti ke një zemër shumë të madhe, je rrënjosur me themel, do të thosha, dhe me 9 kupat, me sa pash këtu ke një thelb energjik, një thelb manifestues, se dhe këtu shikoj që jeni duke manifestuar vazhdimisht dhe duke aktivizuar jetën tuaj. Por faqja e monedhës më tregojnë që ti është një moment që duhet të manifestoni për mundësitë e reja, për fillimet e reja, për lajme të mira. Pavarësisht se keni ngecje këtë javë, sepse shikoj që njerëzit kërkojnë të zvaritin dhe nuk të zbatojnë planet e tyre, por ti këtë moment nuk duhet të harrosh që në jetën tënde nuk duhet të mbytesh në energji negative. Pse? Sepse hëna e plot më tregon që ti duhet të aktivizosh fuqitë e tua, magjitë e tua dhe të shpresosh në ato, të treqesh vetëm energjinë e tokës, energjinë pozitive dhe në një kohë të mbash dhe veten tënde, të kuptosh veten tënde më saktë dhe të kesh besim në prosperitetin që do të vijë më pas. Por gjithsesi, shikoj që me asin e shkopinjve
tregojnë që ke një rrugë të hapur, shikoj që ke për të arritur diçka shumë të bukur, sepse ke dhe premtimet që i ke dhënë vetes në të shkuarën. Shikoj që fundin e javës së parë e ke pak të ngarkuar nga ana emocionale, shikoj që me hënën e plot keni për të manifestuar shumë gjëra të reja dhe je duke u angazhuar me gjërat e tua, por duhet të jesh sa më shumë praktike dhe realiste me gjërat. Di si të veprosh, sepse tani je tash me një person i angazhuar me jetën dhe je duke përmbushur disa pika të jetës që të kanë ndihmuar ty për të ecur përpara. Jave parë qershorit, shikoj që duhet të bëni kujdes nga personat që mund t'ju manipulojnë. Mos u angazhoni në energjinë e manipulimeve, por ec përpara sepse ti duhet të përparosh dhe duhet të shikosh detajet e vogla të jetës tënde. Çdo gjë arrihet nëse ti ke fuqinë, dhe ti ke fuqinë, ke asin e shkopive që të jep forcën dhe të jep të ndërosh një kohë të re, një jetë të re, një udhëtim të ri. Vem tek faqja tek java e dytë, të ka ardhur faqja e monedhës. Faqja e monedhës më tregon që ti ke ecur përpara, siç e tham pak më lart, por me faqen e kupës disa nga ju do kenë dhe njohje të reja. Dhe këto njohje të reja mund të mbajnë pak të lëkundur, sepse nuk e ke më besimin. Kurse faqja e monedhës më tregon që ti tani po mban atë medaljen tënde, po mban atë energjinë je pak e gëzuar sepse e kaluarat ka mbajtur të zvaritur, por tani shikoj që ti e kupton veten tënde se çfarë je duke kërkuar. Vetëm duhet të manifestosh sa më shumë dhe të mbash veten tënde që mos shpërndajen energji të më. Si të aktivizosh energjinë, si të aktivizosh magjitë e tua, si të aktivizosh fuqinë e forcës tënde. Duhet të përparosh, të ecësh përpara, të dalësh nga ajo bota ku je dhe të mendosh ditë të bukura që të vinë. Letra e botës tregon që ti e këtë moment ke nevojë më saktë për të mbrojtur veten tënde, sepse të kanë bërë njerëzit të mbytesh me energjitë e tyre, por ti avash do ta ngresh veten përsëri lart me manifestimet e tua dhe do me lutjet e tua për të dalë përsëri nga aty ku të kanë mbajtur për një kohë të gjatë të tjerë në energjitë e tyre. Duhet të tërheqësh energji shumë pozitive ndaj vetes dhe të inkurajosh veten tënde që ajo javë të jetë javë pozitive për ty. Me 10 monedhat shikoj që ti do kesh një ose më saktë shikoj që nga në familjen tuaj apo në bizneset tuaja do të vinë një dorë lekësh dhe këto lekë do të japin shumë pozitivitet, do të japin shumë fuqi, ose në biznesin tënd shikoj që do kesh arritjet e tua, do kesh perspektiva të reja në biznes dhe kjo do të jap ty të ndihesh më realist me veten tënde dhe të vraposh përsëri për të arritur ato gjërat që ti kërkon. Me letrën dhe impres që na ka ardhur zonja, na ka ardhur me një zambak në dorë, shikoj që ka dhe bollokun sepse na erdhi me 10-ën e monedhës përpara, por edhe me grurin këtu që ka në krah. Do të thotë që java e dytë e qershorit do jetë shumë e mbar. Por gjithashtu po të vjen dhe paqja se ka ardhur një pluhur mbi kokën tënde. Pavarësisht se në jetën tënde nuk je aq i qetë me shumë gjëra që ty të kanë mbajtur mbrapa, energjitë të tjerëve, perspektivat e të tjerëve, por ti di të ndërosh përsëri sepse mbi të kishe letrën e hënës dhe ajo të ndalon të veprosh. Por drita e hënës dhe këtu shikojmë që dhe impres në dritën e hënës do të bëj ty të qartësosh më shumë gjëra, të kesh më shumë iluzione, ti jesh sa më shumë e vërtet me veten tënde, ti japësh fuqi vetes tënde dhe të mendosh për ëndrat e tua të ardhshme. Por duhet t'i lësh disa gjëra të ikin nga jeta jote. Ka ardhur dhe princi i monedhës, shikoj që princi i monedhës më tregon këtë moment që ti duhet të gjesh në fakt ti e beson shumë këtë person. Princin e monedhës e shikojmë që është në një errësirë për momentin, është një person që do shumë bollok, do shumë që të punojë jeta e tij të ecin mbar gjërat, është i armatosur shumë fort, di të përshtatet me ty, por është dikush që do të hyjë në planet e tua. Ky person është një person që në të njëjtën dorë mban lekun, nga ana tjetër mban një si tip kamshiku që godet kalin, prandaj ky është një person që ka vullnet, por ka vullnet për pasuritë e tija, për energjitë e tija dhe me sa e shikojmë ky person ecën në mes të grurit, në mes të bollokut. Ky person është një person që të kritikon vazhdimisht, shikon gabimet e tua, shikon ato detajet e tua, por
është një person që është xhelos dhe e ka të ndjenjën e xhelozisht dhe nuk e mposht dot. Është je ti ai person që do të pranosh këtë person apo jo, por ky është një person që është nga e kaluara jote. Mund të kemi një rikthim nga e kaluara jote, mund të jetë më i vogël nga ty në moshë ose gjërat që po e bëjnë këtë e bëjnë të cilët i tillë. Unë këtë shikoj që ky person në këtë moment duhet të angazhohet dhe të ecë përpara. Me sa shikoj këtu, ky person aktualisht më jep që ti duhet të shikosh rreth botës së tij, rreth jetës së tij. A është një person i përshtatshëm për ty? A është një person i pjekur që ti ta kesh në krah? Sepse ky person më tregon që është shumë fëminor në kurreshtjen e tij, në gjërat që kërkon. Por shikoj që në javën e tretë të qershorit ti ke 5 monedhat, shikoj që je shumë njeri i lodhur, i raskapitur në disa momente, sikur të është mbyllur një derë në jetën tënde dhe që kur të është mbyllur ajo derë e ndje veten të lodhur. Gjithsesi, unë këtu shikoj që ti këtë moment e ke gjen fuqinë, e gjen forcën për të ngritur përsëri lart dhe shikoj që në krah po të vjen një njohje e re dhe ky po vjen me nxitim për të nxjerrë ty nga 5 monedhat. Kalorësi i shpatës këtu më tregon që ti këtë moment duhet të jesh shumë inteligjente, sepse ky është inteligjent. Duhet të jesh të ecësh me zgjuarsi, të shikosh gjërat me përpikmëri dhe të mendosh që jeta jote është e sigurt. Ky person po vjen në jetën tënde, por ti këtë moment me 9 shpatat që ke në krahun e këtij, domethënë ke një kohë të gjatë që mendon diçka ose mendon atë person ose mund të mendosh ish burin apo ishin tënd. Shikoj që ky person po të sjell shumë probleme në jetën tënde dhe jeni personat e shenjës së ajrit aktualisht që mendoni gjithë këto energjitë që keni mbi kokë. Shikoj shumica nga ju zgjojnë shumë herë natën, mendojnë për atë person, ai person ka qenë negativ në jetën tuaj. Nuk ju ka lënë ju të ndjeni të qetë, të ndjeni pozitiv dhe me sa shikoj këtu, shikoj që ky person të lëndon akoma edhe sot që është në largësi, domethënë ky është një njeri që lëndon shumë madje, është një mbret që është një person që të bën ty të përdorësh strategjinë tënde. Ky është një njeri sportist, është një njeri që përdor logjikën e tij të shëndosh në moment kur është me ty. Ti nga ana tjetër konkuron me energjitë tua, merr vendime të nxituara për veten tënde. Shikoj që çdo mendim që ke në mendjen tënde nuk e ka të fuqinë që të bëj ty të qetësohesh, sepse ai person të dominon me energjinë e tij, është një njeri që ka një fuqi shumë të madhe dhe ty të lëndon kjo gjë. Shikoj që je hutuar javën e tretë të qershorit, je hutuar në shumë aspekte ose je edhe e bllokuar, por duhet të kalosh kohë me mendimet e tua, të sigurohesh që energjia jote është në të njëjtin drejtim me atë person që ti mund të kesh në jetën tënde. Ti duhet t'i thuash vetes tënde që këtë moment unë duhet të eci përpara, të mendoj për veten time, të mendosh ëndra të bukura dhe të mendosh që paqja do vijë tek ty, por ty të duhet një fuqi, një forcë dhe të gjesh atë energjinë që të mungon. Me sa shikoj këtu, ty këtë moment forca sikur të ka shteruar, shikoj që ti këtë moment kërkon atë luanin ose më saktë ke atë luanin brenda vetes tënde dhe trajton dhimbjen me kujdes. Shikoj në brendësinë tënde që ke shumë respekt për atë personat që të rrethojnë, ke shumë mirësi për ata që të rrethojnë dhe je duke do më saktë të tërheqësh këtë energji të njëjtën, por energjia jote këtë moment nuk e ka atë stabilitetin e forcë, energjinë sepse ti ke shumë bindje në veten tënde që do vi një moment që ai njeri do të ndryshojë, ai njeri do të sjell një ndryshim, por kjo është një sfidë e madhe apo e vogël në javën e tretë të qershorit. Shikoj që javën e tretë do jesh më ndjeshme, do jesh më kujdesshme për veten tënde. Kjo është një forcë apo një energji që do të jap ndjeshmëri shumë të fortë, por ti duhet të qëndrosh në mbrojtje të vetes tënde dhe nuk duhet t'i thuash jo, sepse zana që shikoj unë këtu më tregon
qëndron me luanin, ka një luan shumë të fortë afër vetes, i simbolizon që brenda vetes saj ajo duhet të jetë si një qëngjë i butë, po jashtë duhet të jetë si një luanesh. Por me sa shikojmë këtu, shikojmë që kjo ka përqafuar gjën më të mrekullueshme, mbretin e jetës, dhe ajo është fuqia e saj e fortë, falja. Dhe unë nuk kam thënë gjithmonë, në Natarua u ka thënë gjithmonë, falini njerëzit që për të ecur përpara. Në momenti që ti nuk e fal një person, ti je gjithmonë duke ngelur po aty në të njëjtin vend. Letra javën e tretë na ka ardhur letra e magjistarit. Letra e magjistarit të tregon një burr shumë të bukur që më është duke manifestuar, një bjond. Ky po eth një hapër përpara. Shikoj që në duart e tij këtë moment ai mban 4 element shumë të fortë, mban energjinë e zjarrit, energjinë e ajrit, të tokës dhe të ujit. Është i mbështjellë lart në kokën e tij me infinitin, dhe shikoj që në duart e tij kërkon të marrë fuqinë dhe kërkon të lidhet me universin. Në fakt ai është i lidhur me Mërkurin këtë moment, dhe po na lajmëron që duhet të bëjmë kujdes dhe të qëndrojmë larg personave negativ, siç e thash pak më lart. Ky po na paraprin ndaj një problemi, dhe ne gjithmonë besojmë në letrat tarot që na japin një mësim, na japin një drejtim apo një paralajmërim për të mos u marrë me njerëz të tillë, sepse letra e magjistarit na tregon shkopin magjik, na tregon kupën dhe monedhën dhe shpatën, që na tregojnë që duhet të bëjmë kujdes na njerëzit. Po ta shikojmë lart, siç e thashë pak më parë, këtu mbrapa ky ka një hije të zezë dhe është një person që është një hije që nuk na lën ne të shikojmë qartë çfarë jemi duke bërë në jetën tonë. Ky person është një person kërcënues për ne në një farë mënyre, sepse magjistari këtë moment na tregon që ne duhet të besojmë vetes tonë dhe intuitës tonë, pavarësisht se këtë moment disa nga ju do përjetojnë karmën. Nëse ke bërë mirë, do gjesh mirë, nëse ke bërë keq, do gjesh keq, sepse këtu më tregon që ti duhet të shpërthesh një moment. Tani se si do shpërthesh ti, atë e ka Mërkuri në dorë, nuk e ke më ti në dorë. Por këtu shikojmë që kemi mbretëreshën e shkopinjve, që është një femër e fortë, është një femër strikte, një femër që ka dalë në balkon me një mace të zezë, me shkopin e saj në dorë, dhe më tregon këtë moment që ka rrethohet nga uji këtë moment. Ose keni të bëni me persona që janë në shenjën e ujit, me peshkun, me ujorin apo me gaforen, ose i vetë ju kërkoni që të gjeni paqen dhe të largoni energjitë tuaja negative. Me sa shikoj ky muaj qershor për gjithë shenjat, këtu më tregon që duhet të mbështeteni në veten tuaj, duhet të mbështeteni në dashurinë tuaj dhe duhet të mbështeteni në shkopi dhe në fuqia juaj. Shikoj që këtë moment je veshur me një fustan shumë të bukur, me një fustan të kuq, që ti duhet të dashurosh të 12 muajt e vitit, jo vetëm qershorin, por duhet të mbulohesh dhe të shikosh atë misterin brenda vetes tënde. Shikoj që në anët ke dy energji të ndryshme, është nga ana tjetër ti ke kaos, ke njerëz që nuk të duan, ke njerëz që të vëzhgojnë, dhe këtu shikojmë që ke shumë talente të ndryshme. Thjesht duhet ka përzesh jo xhelozin, se ti nuk je xheloze për njëri, por duhet të ka përzesh kufijt e njerëzve xheloz për të përballur me mendimet e tua. Por me sa shikoj këtu, shikoj që të vjen dhe letra e djallit. Letra e djallit më tregon që ti duhet të bësh kujdes nga personat negativ në javën e 4 të muajit qershor, sepse njerëzit të rrethojnë, dhe këtu shikojmë që ti duhet të bësh kujdes nga këta persona që në këtë letër shikoj që ke energji të ndryshme, është një energji e ajrit, energji e zjarrit dhe energjia e tokës. Duhet të bëni kujdes nga këto tre energji, pse do thoni në Nataro pse nuk është energjia e ujit. Ja që s'është kjo energji këtë javën e 4, nuk e shikoj që energjia negative, do të thosha, energjia personat e shenjave të ujit janë pozitiv për ju javën e 4. Shikoj që ju duhet të bëni kujdes me kë rrethojni. Shikoj që këtë moment në javën e 4 do jesh pak e nervozuar ditët në vazhdim, por ke mbretin e shpatës, që është një person
që të kupton, të jep energji, të jep fuqi. Shikoj që ky person këtë moment është i udhëhequr nga fuqia jote, nga mbretëria jote, dhe shikoj që ky ka gjykime, por këto gjykime që mund t'i ketë ky person i ka të pabaza. Këtë shikoj që mbreti i shpatës mund të gjykoj, siç e thashë në fillim fare, duhet të bësh kujdes se ky person është një person që gjykon të tjerët, por ti duhet të qëndrosh e vërtet në këtë situatë. Nuk duhet ta gënjesh veten tënde dhe duhet të qëndrosh e ashpër me atë person. Në javën e 4 gjithashtu thellësisht shikoj që ti duhet të jesh sepse ky person mendon se është etik, mendon se është një i besueshëm, por këto janë kodet e tij, u thashë më lart. Nëse mbreti i shpatës përfaqëson personin në jetën tuaj, në javën e 4 ka të ngjarë që të jetë udhëheqës në jetën tënde dhe ti mendon se ky person është një person i drejtë. Zemrat e mia, unë këtu shikoj që ky person në javën e 4 të tregon që ti këtë javën e 4 duhet të ndryshosh për veten tënde dhe për jetën tënde në përgjithësi. Pse po ua them këtë gjë? Sepse ty të duhet shumë forcë për të përballuar disa gjëra, se me sa pam kemi dhe letrën e temperancës këtu që na tregon që duhet i lëshojmë disa gjëra, të ecin disa gjëra, të largohen disa gjëra nga jeta jonë dhe të vazhdojmë të ecim përpara. Pse? Sepse kemi shumë gjëra në mendje javën e parë të qershorit. Shikoj që javë e parë duhet të ecim dhe t'i premtojmë vetes tonë që ne duhet t'i arrijmë qëllimeve tona. Do keni disa persona që do t'u trillojnë llafe tjetër për tjetër, sepse juve jetoni që të qëndroni të fortë me veten. Mbreti i shpatës, shikoj që ky është një person që do shkëputë disa momente emocionale dhe do t'u afali ju. Jeni ju ata persona që do të merrni përsipër gjërat tuaja, por emocionet tuaja këtë moment duhet jenë të forta, duhet të rriteni dhe të shikoni jetën në realitet. Drejtësia është brenda në veten tuaj. Pavarësisht se ky person mendon se është një person i drejtë, por është një person i drejtë dhe i ashpër për qëllimet e tia, por dhe këto qëllime që ka më duken të vërteta dhe të drejta. Në qoftë se ti je një mbretëresh e shpatës apo mbreti i shpatës, po të them që duhet të zësh një pozicion shumë të ashpër në pushtetin tënd. Ti jesh e drejtë të punosh dhe të shërbesh për veten tënde, të mohosh disa persona që nuk të vlejnë më dhe të heqësh vijë atyre personave që të sjellin vetëm emocione negative. Do vi një moment në javën e 4 që do shpërtheni, por këto shpërthime do vinë sepse shërbejnë nga puna që keni bërë. Duhet të punosh me logjik javën e 4 dhe të japësh vetes tënde më shumë interes në qetësinë dhe në paqen tënde. Javën e 4 të kërkohet dhe ka dhe numri 4 me sa shikojmë 4 shpatat, të tregojnë që ti këtë moment duhet të ulesh të meditosh, të mos mashtrohesh nga personat, sepse shikoj që ke shumë persona që mashtrojnë. Në javën e 4 do dëgjojmë një, sepse kemi dhe temperancën, mund të dëgjojmë dhe një person që është shtatzan, por javën e 4 shikoj që sidomos shenjat e ujit dhe shenjat e zjarit janë një energji shumë pozitive. Shikoj që këto dy shenja janë afër me njëra tjetrën, shikoj që është një ëngjëll që po ju ndihmon, ka ardhur dielli, një lajm i bukur po vjen në javën e 4 për disa persona, por me 4 shpatat shikoj që ke nevojë për një pushim mendor. Shikoj që shumë probleme ke për të përjetuar në javën e 4 dhe këtë moment në fund të javës së 4 ke nevojë të qëndrosh vetëm, të qëndrosh sepse pa gjumësia me 9 shpatat të ka lodhur jashtë mase dhe 4 shpatat më tregon që ti duhet meditosh që të flesh gjumë, sepse janë disa situata jo të mira për ju, prandaj duhet të veproni me kujdes. Të jesh njëri i vërtet, do të thotë që je një person që bën zgjedhje të shkëlqyera për veten tënde. Do keni disa rrethana në muajin qershor. Këto rrethana do të vijnë në lëvizje dhe këto probleme duhet të përfaqësohen nga 3 shpatat që janë këtu. Prandaj duhet të bëni kujdes sepse janë të varura poshtë nga tavani. Magjistari dhe 4 shpata më tregojnë që të dy palët, të dy njerëzit janë duke parë një energji tjetër. Shikoj që ti këtë moment je duke parë veten tënde, duke medituar, duke përfaqësuar veten tënde dhe ndodhit që ndodhin në javën e 4. Një moment, nuk e di, por një moment këtu pas që u bë infiniti në 4 shpatat, nuk e di, erdhi hija e magjistarit dhe më erdhi si hije këtu mbi të në 3 javët e para, shikoj sepse janë 3 shpatat e para,
më tregojnë që do ndodh diçka e ndërlikuar në jetën tuaj, do ndodh një situatë pak a shumë që duhet të tregoni kujdes, mund të jetë e rrezikshme për disa. Pse po e them këtë? Sepse një vështrim i kësaj letre dhe me erdhi infiniti këtu lart, do të thotë që do mbyllet diçka në jetën tuaj, por ti duhet ta bindësh veten tënde, të veprosh me kujdes dhe të shikosh çdo gjë me kujdes, po a them sepse ju imagjinoni shumë gjëra dhe këto situata duhet të jenë të qarta dhe të menduara mirë, në mënyrë që të ndalosh rrjedhën e ngjarjeve që do vinë. Këto situata mund të jenë të ngjashme me disa gjëra që keni kaluar, por duhet të bëni diçka. Pse? Sepse aftësia që do keni dhe projektet që keni këtu, duke imagjinuar me 9 shpatat, sepse 9 shpatat ato janë që të lëm pa gjumë, imagjinata, mendimet, shqetësimet, çfarë do bëjnë në të ardhme, si duhet të përgjigjem tek ai person, çfarë duhet të bëjmë atë person. Por kjo nuk të bën të ndjesh frikë brenda vetes tënde dhe mendimet e tua janë që duhet të gjesh një zgjidhje. Por nuk ke më frymëzimin që të kesh, sepse ta kanë marrë 9 shpatat, pagjumësia, lodhja e të tjera. Duke bërë një pushim, duke medituar vetë dhe duke parë veten tënde të frymëzuar nga zgjedhja e shpatave, duhet sepse është një element i ajrit, duhet që edhe zojsh të këtë moment të gjithave llojeve, edhe korbi zi që ri pranë dritares, do të thoshaj që zojtë të shpesh simbolizojnë mesazhe nga qejtë dhe burime të tjera të Zotit. Por zogu zi përgjithësi hyn në një hapësirë, nëse shpatat fluturojnë përreth, kjo letër na shfaq që ne duhet të bëjmë një lexim, që ky lexim të jap përfundim të diçkaje, ose si do vazhdoj ky problem. Sepse ky problem shikoj që ka ndryshime, por ky problem do vazhdoj dhe do ekzistoj për 4 muajt e ardhshëm. Do ekzistoj sepse ti e shikon në kënd tjetër këtë problem. Nuk e shikon aty ku është problemi. Dhe shpatat janë të varura, nuk janë të rëna në tokë. Prandaj të duhet qetësi, të duhet të mbash veten tënde të qetë, të funksionosh me mendje, jo me inat, të projektosh ose ta imagjinosh problemin sikur ti po ndihmon një mikun tënd apo një shokun tënd dhe të gjesh ose të dëgjosh zërin tënd të brendshëm, sepse aty është çelësi. Tek zëri jot i brendshëm, tek 5 monedhat është çelësi. Çelësi është brenda teje dhe ti duhet ta gjesh këtë çelës. Pavarësisht se ti ke dhënë premtime vetes që do arrish qëllimin deri në fund. Unë e di shumë mirë, pavarësisht se hëna e plot që vjen në muajin qershor do të sjell disa pengesa, por këto pengesa do i kalosh me sukses, sepse të ndihmon asi shkopinjve dhe the star. Rrethohesh nga gjëra shumë të mira në muajin e qershor, por ti duhet të gjesh çelësin e vetes tënde që të hapet ajo derë që ti dëshiron. Të shohim tani, të shohim këshillën e muajit qershor, çfarë do na sjellin letrat. Këshilla për muajin qershor. Këshilla e muajit qershor, 5 shkopinj. Duhet të bëni kujdes nga konfliktet me të tjerët. Nuk duhet të bëni t'i merrni gjërat personale, sepse e mira është t'i dëgjosh dhe të rish, sepse ti je fitimtari anyway. Por disa nga ju duhet të bëjnë kujdes dhe me shëndetin në muajin qershor. Diçka do të vijë në jetën tënde, është kalorësi i shkopinjve. Ky kalorës e ndjen veten luftarak, e ndjen veten njëri që ditja dal mban në lidhje me marrëdhënie që do keni ju të dy bashkë apo ju që jeni në një marrëdhënie. Ky person do t'i jap një rrugëzgjidhje të një problemi. Okej. Por ti e ke shumë emocione për veten tënde dhe për të ardhmen tënde. Shikoj që këto emocione varen nga zambakët, nga tulipani, dhe nga pelikani po më tregon, por duhet të dish të mbrosh energjitë e tua, ndjenjat e tua. Muaji qershor më tregon që duhet të manifestoni dhe prapë shigjetari duhet të bëj kujdes,
Në muajin qershor, i lutem shigjetar, bëj kujdes sepse muaji qershor për ty do jetë shumë i ngarkuar. Duhet ta mbrosh veten tënde nga njerëzit negativ, sepse kemi shumë njerëz rreth energjive të tua. Dhe shikoj që hëna e re prap në muajin qershor, sepse kemi hënë të plot, kemi dhe hënë të re. Hëna e re na tregon që duhet të bëjmë kujdes, të vazhdojmë të ecim përpara, mos kemi frikë. Dhe kjo hënë e re që kemi këtu këtë radhë, pavarësisht se është hëna e re që na tregon rrugën, na tregon që ne do dalim nga këto pengesa që kemi, na tregon që duhet të fluturojmë drejt destinacionit ton, të arrijmë në destinacion pavarësisht pengesave që mund të jenë në muajin qershor, ne do t'ja arrijmë qëllimit. Por kemi dhe tre monedat na tregojnë që gjërat do të ndryshojnë, duhet të shikojmë. Në fakt, tre monedat më tregon që do të dëgjojmë lajme të bukura që mund të kenë lidhje me fejesë, martesë, por mund të na tregojë që në punën tuaj mund të keni një njohje rroge, sepse tre monedat gjithmonë na tregojnë kishën, dhe kisha na tregon që ne jemi lutur dhe lutjet tona janë dëgjuar nga universi dhe këto po na vinë surpriza kur i thon një nga një në jetë. Është një lajm shumë pozitiv, sepse ti je lutur për atë gjë dhe Zoti po të jep atë që ti meriton. Shikoj që kjo letër po na vjen shumë me pozitivitet, na vjen shumë me energji pozitive, dhe Star na tregon që po na përmbushen ëndrat tona në muajin e ardhshëm, në muajin qershor, dhe shikoj që kjo vajzë është e lumtur me gjitha ato gjëra që ka kaluar. Dhe po, princesha me mbretëreshën, shenjat e ujit në muajin qershor do kenë shumë fat, do kenë shumë energji pozitive. Shikoj që kjo zonjë mban këtë në muajin qershor ju do ecni shumë avash, sepse këtu brenda zonja ka një breshk, ka pelikani që ka hapur krahët, që po e ndihmon të shikoj, të shikoj përtej asaj që mund i zësyri, ka zambakun që i sjell paqe, lumturi, por ka dhe delfinin që i tregon drejtimin e jetës së saj. Shikoj që këtë moment në jetën tonë ka shumë gjëra të bukura nga ana emocionale. Thjesht ne duhet t'i japim drejtim gjërave tona me personat që kemi në jetë dhe të mbrojmë energjitë tona sa të mundemi. Shikoj që ju këtë moment me 9 shkopinjt duhet të bëni kujdes, të mbroni veten dhe të gjeni fuqinë për të ecur përpara. Çdo lloj problemi që mund të kesh në jetën tënde, duhet të lutesh për të dalë nga kjo gjë dhe të shikosh që ti ja del. Pse? Sepse ke dhe trëndafilin e kuq në dorë, por ke dhe luanin brenda vetes tënde. Ti në shpirt je si qonjq dhe në pamje je si luan. 4 javët e ardhshme të muajit qershor do jenë shumë të bukura për shumicën nga ju. Shikoj që muaji qershor do keni disa grindje, disa probleme, por këshilla e letrave është një përmbledhje të vogël të letrave taro për muajin qershor. Shikojmë që duhet të bëjmë kujdes nga grindjet e personave që po na vinë me një energji ndryshe. Duhet të largojmë konfliktet, t'i lëmë njerëzit të zihen me njëri tjetrin, të përballen me njëri tjetrin dhe ne të marrim atë që ne duam të marrim. Thjesht të mësojnë ç'të thon ata për ne. Kalorësi shkopinjve na vjen që është një njeri shumë i lumtur, është një njeri që po na tregon çfarë duhet të bëjmë këtë moment dhe të vazhdojmë të ndryshojmë jetën tonë. Ju që jeni nëna, të përkujdeseni më shumë për veten tuaj dhe për fëmijët tuaj, sepse me 9 shkopinj shikoj që ti ke nevojë për një mbrojtje dhe ke nevojë për të dalë nga ky burgim më saktë. Dikush të ka burgosur ndjenjat dhe ti këtë moment po përpiqesh për të larguar këtë burgosje, për të dalë flaka në sipërfaqe. Pavarësisht se ke pengesa në muajin qershor, ti doja dalësh sepse hëna e re do të ndihmojë jashtëmase me gjithë tre monedat. Tre monedat më tregojnë që disa prej jush do marrin një lajm shumë të mirë, mund të jetë një lajm fejese, martese, mund na jepni dhe nëpër komentet tuaja gjithashtu na tregoni se çka ka ndodhur në muajin që kemi kaluar, por dhe në muajin maj që jemi. Dhe të shohim muajin qershor që ti i ke premtuar vetes për të arritur një ëndër dhe kjo ëndër po të realizohet me The Star. Thjesht nuk duhet të qëndrosh e ulur, por duhet të ngrihesh dhe të vazhdosh të ecësh përpara, duke i premtuar vetes tënde që do arrish shumë gjëra. Thjesht duhet t'i japësh drejtim në jetën tënde dhe duhet bësh kujdes nga personat
ngjarprind në jetën tuaj që duan të pengojnë në rrugën tuaj ose në të ardhmen tuaj, sidomos ju persona që jeni të shenjës së tokës dhe të shenjës së ujit. Shumë sepse kemi dhe ujë këtu, kemi dhe tokë, pavarësisht se ky person është shenjës, domethënë është në ajër aktualisht, me sa e shikoj këtu personin, por duhet të bëni kujdes, sepse deri në datën 12, deri në datën 12, ju duhet të bëni kujdes nga këta persona në gjarë prind tuaj që nuk duan të shikoni ju rrugën tuaj, të gjeni rrugën e vërtet tuaj. Me nëntë shkopind, ti ke nevojë për të mbrojtur veten tënde, të mos i lejosh të tjerë të hyjnë në duart e tua dhe bëju luani dhe nxirri dhëmbët e luanit dhe tregoju vendin ku e kanë. Ti je një femër ose një mashkull që do lirin tënde dhe do të ecësh në rrugët e tua, por mbi të gjitha duhet të jesh vetvetja për të arritur qëllimet e tua. Pse? Sepse vërtet erdhe me ndjenjë, vërtet erdhe me një femër dhe mos harrojmë që ishim dhe tek shenja, tek parashikimi tek java e 4, që ti duhet të ecësh me letrën e forcës, sepse jeni të dyja një energji të zjarit, por dhe me pasion që të shikoni se sa e bukur është jeta. Ju uron në Netarua një shikim të këndshëm dhe ju uron në Netarua. Ju që s'më keni subscribe, bëni subscribe për video dhe për live. Live do kemi së shpejti, do jemi live së shpejti duke treguar parashikimet mbi energjitë tuaja javën e ardhshme. Javën e ardhshme do jemi me shenjat, ai do bëhet një live, kur do t'i zëm të gjitha shenjat radh, por do bëhet live, nuk do jemi kështu në video, do bëhet live. Uroj që të jemi të gjithë së bashku dhe të dëgjojmë çfarë të na ndodhi për çdo lloj shenje në muajin qershor. Ju uron në Netarua për qafime të ngrohta dhe respekt për të gjithë ata që bëjnë like, subscribe, comment.